folni me nim që po folin krejt, s'ka nevojë edhe ti me e bo. Thjesht nëse si e të e menu, mos e thuj. S'po du me thonë traumë, po e kanë një arsye pse kanë ardhur deri te çajo dëshirë e madhe, e flakt, e zjarrt, mu bot famshëm, se po ju vyn vëmendje. Çat vëmendje po dojnë me marrë edhe dhonshëm. A me din me ta grabit për në vogël e kom su që se si duhet, qa duhet me thonë kur bi me flajt, po për mu nuk është kjo, ja kom su edhe fmive të me, kur flajnë, kur hanë bok, kur hymë makin, e di se është qëndrimi jami, unë nuk po ta imponojti, unë nuk po dalë me thonë emision, qërë se fmija me, thonë bismillah, kur flajnë edhe të dohet me thonë, jo, unë nuk jam të ta imponu. Mediat sot normalisht që po duket që janë sfidë me u mbajt ashtu si duhet edhe me funksionu në bazë të normave tona morale, njerëzore, sociale. O shumë kënaqësi me pas sot bashkë me mund këtë epizod Saranda Bujupi Rama. Kënaqësia është e imja, vlerë gjithmonë me njerëz të cilët e njohin fushën, sidomos pjesën e shëndetit mendor, kam pas kurreshje të madhe me nejt, e hala më shumë me u përball, me të përgjigj në pyetjet tua. Mirë se erdhe Sarand, falenderoj shumë që ju ke përgjigj ftesës, për ndryshe nuk po muj pa e fillu me tregu që unë hera parë kur kom dalë televizion, ka qenë para 10 viteve të ti, të familja ime. Ime në atë ko, po sa kam qenë duke punuar në Klan Kosova, e mbaj mend shumë mirë, bile pak para do ditëve Facebook i ma ka rikujtuat foto edhe tema dërgove, kohë gjatë me nu, a kështu për ndryshe si djem duket, se është një kronologji emisionesh, vlerash që u ndërtu ndër vite, që po ndërtohet si kështjel, unë e mbaj mend shumë mirë që dyqysh me thonë troqe shqip, unë e kom shfrytzu të mirat e njerëzve të i marë profesionist fushave ndryshme. Për mu jeni psikologe me vlera edhe ju mënu prej teje me marë mendime, qëndrime të cilat duhet me u shfasht e publiku. Pavarësisht që në atë kohë kemi pas shumë rrjete sociale, klikime, anina krena, kena transmetu vlera, po, cilësi. Saranda, po, është e vërtet se ti ke transmetu vlera, se unë e kom përcjell emisionin, kështu vazhdimisht ka qenë shumë, në atë ku i kom pas edhe fëmijët e vegjël, edhe temat, domethënë, gjithmonë janë konë të veçanta dhe të mirëfillta në kuptimin që me u përcjell dhe vazhdon me qenë e njëjta. Me ty, pavarësisht që tash ke bën ndryshime, ndoshta jo në titull, në vend pune, po prap ke qenë një ndër gazetaret që shumë i ka dhënë kohje të fortë pjesës së shëndetit mendor. Po. Që është për mu përgëzu, për shkak se fakti që sot psikologët janë shumë shpesh në media, është fal atyne ftesave që ti i ke bo edhe i ke nxjerrë në pa një farë forme, se ne mundemi me funksionu, mundemi me punu, po është ndryshe kur e ki një ekspozim. Çka të ka bo që me e marrë me qaq ngulm një farë forme, me pas një vetdije që ashtu që me thonë, okej, adin njerëz ka nevojë me dëgju për një psikologut? Fillimisht, kur ka lind familja ime si projekt, pastaj familja jonë duke u rritur në produksion, kam qenë në fazat e para kur po bëhesha nën për herë të parë. Dhe aty ka qenë ai momenti kur kam thonë, okej, veç pak. Unë nuk muj me kalu 9 muaj shtatzanis, të lexu statuse të njerëzve të cilët nuk e di sakt a e kanë një informacion të sigurt. Nuk muj me kalu 9 muaj ditë shtatzanis duke lexu lajme të përkthyera me Google Translate ose edhe me nga njohurit që kanë pas përgjuar gazetar kolegë të portaleve, nga portalet të huaja, sepse kom dash me ditë prej ka po vjen çaj burimi i informacionit. Prej ka po e lexoj unë që acidi folik është shumë i rëndësishëm para, gjatë dhe pas shtatzanis. Prej ka po lexoj që gjithdonja ka këtë vlerë tjera. Edhe kam thonë, okej, më vjen me u fokusu, me punu në që drejtim vetëm të vetëdijsimit shëndetësor. Edhe në atë kohë, me që isha gjatë muajve shtatzanis, punoj isha alo në program mëngjesit, mirësha me kulturën, me domethënë diversitet temash, edhe kur linda në pushimin e lindjes, reflektova shumë, edhe pash që ke tepër e vështirë, se di sakt, më mja gabu emrin, ka qenë një portal Beba, ose Beba ime ka qenë Beba ime, që mos ta ngatroj, i vetmi vend që pak unë isha mirë me lexu diçka që
A di pse unë isha mirë se komentojshin nana shumë, edhe shisha eksperiencat nanave. Edhe këty pa komentet të nanave, thash, sa të gatë shumë janë njerëz me ndihmu tjetrin. Këta duhet me pas edhe profesionista shëndetësore, dhe okej, hajtë tash përmenojnë informate, shkrujta idenë, u ktheva në klan, ja prezentova në atë kohë drejtorit tim, Baton Haxhiut. Nuk është që kanë pas nëjë farë, kanë qenë pak skeptik, pas tja këqyren këtë tema, ma shumë për këqyret sporti, showbizja, nena, thash, am një 3 muaj ko, ta shohim që shpo ecë, nëse se ecë, okej, e nalim. Edhe jo 3 muaj, po as 3 javë s'mu kanë desht me i bind, edhe menagjerat e televizionit, edhe kret stafin që jenë kanë me mu, që familja ime vlen, dhe që është një derë, tepër që t'jep komoditet, sigurira, atina, ato që ka transmitohet. A dim pse, se unë si më dalë me thonë, hej, në dëgja se ujë është mirë me u konsumu që kaq, po ka dalë profesionistë shëndetësorë, në kom qena i transmitu si pyetjeve të që aty në nanave dhe babave. Edhe ja nisa me marë si një rol, a din se a i plumbi që i ka që letra dhe kohën e vjetër, unë e mura ashat larë, unë e që isha pyetjet, përgjigjet t'jepshin profesionist shëndetësor, edhe normalisht fillimi ka qenë pak ma ndryshe, tani të punu, të u rrit, të u profesionalizu, sot familja jonë ka një reputacion shumë të lartë në shoqëni. Edhe unë shumë shpesh bëja gare 5 veta nëse më shikojnë, të 5 të më dojnë, të 5 të më ndëgjojnë me vëmendje, më vlerësojnë, s'kam shumë, ose gati heq komente që më shojnë, ose pse e thire, pse e bane që tema në kënej, sepse jam të punu vesh në edukim. Edhe ku majt me shumë dashni. A është e vështirë, Saranda, me qëndru për shkak se ti e din shumë ma mirë se une, do më thonë krejt rukëtimin e medjave gjatë këtëre viteve të pas luftës e diri sot, qka ndodhë, qka bohët, na vetëm e dojnë në shesh, e dim, do më thonë që duhet me ikë për mikrofonit, me gjetë një qosh ku me ikë. Ose me dojnë heqë. E di është shumë e vërtet kjo vlerë. Qysh ke mujt me qëndru në qëto, a ka pas njerës që të kanë thonë, hajde, hindika tjetër, mos... Po, sa dush, jo lete që kom pas njerëz, po kom pas edhe situatat të vështira që kom kalu që u kanë është e nevojshme me u komercializu pak ndoshta për mbjetez vlerë se na e dim që mbjetojmë prej rrogave, na mundemi me lujt shajtin me thonë, shiko se unë jam punoj në edukim e kështu, po jo, unë kom punu edhe për rrogë, a vëdin se nuk muj me majt as veten, as fmit, as mirëqenien e familjes, pa e pas një stabilitet financiar. Por, as kjo arsye nuk mi ka tunt as njëherë temelet. Nashta kum kalu në kriz, kum najt në qatë kriz, edhe kom thonë, okej, a diçka, ka me orë dita që ka mu vlerësu puna, po s'ka mu komercializu. Edhe as njëherë në familja jonë prej se egziston, kur njët nuk kina pas, as bashkëpunime dhe marketingut nuk i kum pas ta zonë me fast fooda, ose me alkohol, ose me diçka të cilën nuk i përket qasoj që ka unë e thamë gjdo dit në emision. Nuk i përket që asoj që unë nuk ja u thamë fëmijëve të me. Nuk i përket asoj që ka unë nuk e bëjnë familjen tem. Dhe me thonë, e kam majt familja jonë, si me kanë familja jam personale e shpis. Dhe me thonë, konsideroj si fëmijë temen. Ato që ka, për shembull, unë nuk e rekomandoj një mjek të cilin nuk e kisha që kur fëmijën tem. Nëse unë kam informacione që qaj mjek, nuk është i mjaftu shumë i mirë në fushën e ti edhe nuk e kisha që fëmijën tem, unë kur njët asë në emision s'dal me rekomandu qatë mjek. Pavarësisht edhe nëse është bashkëpunim, e refuzoj të jetë bashkëpunim, veç me rujqit vlerë. Po mu ka këthy kjo, u ka një bumerang i mirë, mu ka këthy me besueshmëri, me shikueshmëri, me respekt. Unë Nina Krenar që njerëz të më respektojnë, bashkëpunëtor që punoj më respektojnë, qatë premtim që ja u kumbo për bashkëpunimin e kemi majt. Unë e kam kokën lartë para këtë njerëzve, edhe ty të kom taku tash për shembull masa kohë, po unë me ty pi kafe, se nuk kam diçka për më rujt. Kam kujdes shumë fytyrën. Kjo realisht ka shumë rëndësi, Saranda, jo vetëm për ty, po në kuptimin edhe familjar. Do me thonë se ti gjithmoni ke trajtu këto temat që kanë bëjnë me mirëqenien e familjes, që është baza, që është një celula, po realisht duhemi se cili me mendu që kemi edhe pasardhës të cilët sidomos kur je figurë publike, dhe më thonë, identifikohen me qatë prind. E kjo fytyra që shtadin, e ka qatë... Shumë e rëndësishme me rujt edhe me pas të
qysh me thonë me pas fytyrë me taku njerëz edhe mas një kohë që ke punu me ta. Unë për shembull, unë nuk e quj veten mas pari naj VIP, naj sen se u bo pa klishe kjo puna, gjithkush po del në TikTok, gjithkush. Unë bile me krenari e tham që ka gazetar që kanë kalu në për dur të mija sa kam qenë klan, po sot janë shumë atë famshëm se unë. Halal i koft, bravo i koft, po nëse më kish pyet dikush mua e don, me bo qatë rrugtim, jo nuk isha dasht. Jo, ma mirë po mes me pak fam, po me ftyrë, se me marë fam gjithçysh. Dhe nuk, kur po tham gjithçysh, nuk po du mu keq kuptu, e kam fjallin gjithçysh, se unë, për shembull, nëse nuk besoj që ky ujë është i shnetshëm, nuk dal me thonë emision që ky ujë është i shnetshëm. Që kjo është kur po tham gjithçysh. Mos më blej për pak sen. Dhe unë e di që vjetojmë prej pagesave, po ka bre dhe njerëz dhe sene që ti përdor shpe dhe me qatë amën me bashkëpunu. Nëse sa dje pak ma kesh, nesër qelin dyrë tani. Qashtu e menaj une? Po, realisht po, edhe pse po konsideroj që gjithmonë është prap po kthehen atë që ajo që është sfidë, edhe duhet me qenë shumë i qëndrueshëm, shumë stoik, edhe me një karakter shumë të fortë në kuptimin që me arrit, domethënë me majt. Tu e pa që tash unë nuk është e kom thonë edhe me një epizod tjetër, nuk e di çysh ishte fjala, edhe thash pse ftohet dikush në emision pa desht me ul. Po prapse secili që ndërton një content vetin, qoftë podcast, qoftë emision kështu, jep menimin, atë opinionin e vet, mirë po ftohet dikush pse hin të natën rrin TikTok live. Më thonë, çka po transmeton, ku është ideja? Që liria e rrjeteve sociale është diçka që është e re për neve, po jo veç për neve, se kjo është trend botror. Po për neve, po e quj se na, unë e mbaj mend bre dhe në shkollë, ku me ditë çfarë dialekti me folë në shtëpi, dialekt tonës Drenicës, Gjakovës, ku me ditë çfarë dialekti me folë në shtëpi, kur je shku në shkollë, është dasht me lexu me gramatik, i letrar, edhe e ke pas një qëndrim, ose kur ke dal me recitu një poezi, është dasht me i dhon frym tjetër, me i dhon gjyra shumë letrare. Unë tash e shoh që rrjetet sociale e kanë bë lirshëm me shpreh menimin në formën e vet, në dialektin e vet, në mënyrën e vet, në qëndrimin e vet, këtë është në rregull. Kërkush s'penal kërkan me dhon menimin e vet. Çka nuk është në rregull, e çka unë si non po munona tepër me punu me fëmijët e mi, është thjesht mos me u imponu prej qëndrimeve edhe mendimeve të tjerëve. Se unë më dhem pak faktit që na jemi pak kope njerëz, shkojmë me masën. Pavarësisht që unë nëse tham vlera është një vajzë e mirë, një psikologe e mirë, dalin 10 veta thonë, pa i s'di qa me thonë, edhe unë më kap qa nena. Dhe që kjo mu më pengon shumë, se se mon kërkush qëndrimin e vetë. Edhe që ata që po dalin rrjetet sociale, nuk kanë qëndrim vetin, kanë qëndrim që kërkohet. Ti nuk mund është me jetu bre gjithë falës. Nëse po e kërkon trendi me vesh një ngjyrë, një stil, me fol një menim që po folin krejt, s'ka nevojë edhe ti me e bo. Thjesht nëse si tu e menu, mos e thuj. E që kjo po më pengon se në rrjetet sociale ka shumë falës. Menime, falës qëndrime, falës jeta. Dyqysh, unë për shembull në rrjetet e mia sociale, nuk është që kam komedi sa followers, apo çata që i kam, unë postoj edhe ty gatu, postoj edhe ty bë detyra, postoj edhe naj tragjedi, ta them thojza që na ndodh naj rrëzim, naj çabedione, naj dështim, naj punimit me fëmijë që e bojna që ja kena huq, po shtoj edhe mirë dhe keq. Veç me ato me përçu mesazh që veç pak, për arsyeja që dalën në televizor nuk është që unë dalloj me jetën tonë. Edhe unë dal blej harcit ti vet, edhe unë i kapi vet keset sikur ti, edhe unë mes pa benzin ker, edhe unë muj me në fund të mujit, me ma pak pare, me hangër, nashta dë buk pak ma me djath, janë faza që ti i shpërndan me tjerë. Për shembull, mu nuk më vje mare me qitë një pjatë turshi, me një buk që e kom gatu, me dë djath, edhe ty hangër, sa dë që më des mundet me t'inglu. Po, unë kryesisht nuk postoj ushqim kështu, i vetë me ushqim që postoj është kur gatuj me fëmi, se du me përqu mesazh tek prind që involvimi i fëmive është shumë i mirë në shumë aspekte, ti si psikologe, din ma mirë se unë këto, se unë e di
Të gatu me mu i kanë pranu shijet, të gatu me mu e kanë po që jo çdo gjë është e gatshme këtje, të gatu me mu e kanë po që procesi i gatimit nuk është obligim, po është rutinë e nevojshme, e të tjera, unë këto e ndoj në Instagram, po nuk qesk se ushqime, restorane. Nuk është ideja mu reklamu ushqimi, po ideja e mesazhi, çka po transmeton. E unë qëto, veç qëto e ka eliminu rrjetet sociale që dikun televizion kërë na dal, kena fol, menime tona, në emisione, ke thirë mësafirin, ta ka thonë menimin, qëndrimin profesional, ta është del TikTok, thot çka ti vjen, nesër e ndron, nesër ka konflikt interesi, thot hekma, vjen thirë, thot që se e këmë thonë që deklarat po hekma, gjithë shka, dhe se s'janë vetja, se kur je vetja ti s'hek sen, nuk fshin sen, nuk je pishman, e mbron që ato edhe mas 10 vjetëve, si që shpe mbrojon, si para 10 vjetëve që këmë dash me punu në edukim shëndetësor, njëjtë jam të punu ala, se është menimi jam, qëndrimi jam, edhe s'ma ka imponu kërkosh, dhe nuk mund është ti me ka falë 10 vjetë e 20 vjetë. Që kjo e ka banalizu TikTokun që e përmene edhe rrjetet sociale. Po jo mediat po mënohen me majt një frym, po imponohen, vlerë se... Qëto është problemi? Apo imponohen mediat për njerëzve, apo njerëzve çka po i ofrohet, po këqyrin, kush kujt? Po më kujtohet vlerë në 2009, kër kom fillu punën në Klan Kosova, e kemi pas drejtar Armand Shkollakun. Edhe na patëm tendencën të studentat ri krejti shumë. Jo zban kjo se s'këqyret, jo zban kjo se s'pëlqehet, jo kështu, edhe vishunal, vesh një moment. Pse po bazoni që s'këqyrni? Pa e dit jo me ja ofru një produkt tjetër. Provoni me ja ofru produkte cilësore, provoni me ja ndryshu shprehit, provoni me ja ndryshu kërkesat, edhe kene me pa që kene më këshyrë. Edhe unë ju mbind me këta. Unë me familja jonë, ja u këmdru pritshmërit, kërkesat, qëndrimet, mendimet, se më kanë pranu. Tash unë s'pëdu me thonë që unë jam emisioni maj shikushëm, po e kam shikushmërin. Edhe më kanë pranu me qatë sa kom ofru. Pa dhonë shobes, pa dhonë zhveshje, pa dhonë skandale, pa dhonë dezinformata, pa san. Nuk muj me thonë që njerëz na imponojnë. Se është e vërtet që televizionet, kjo është tik me dyteja, imponohen për njerëzve, a dim pse, sepse kur t'jep diçka jo cilësore dhe klikohet shumë, që quhet imponim, okej, këta pe lypin qëto, hajde pja observojna. Po me provu mja ndru, ta klikojnë edhe qata tjetërën. Ma pak, unë ka penalizu pak, se unë nuk këshyrna miliona klikime që këshyren formatit tjera, po unë jam e knaqën. Vetëm Saronda që kjo puna miliona klikime, sinqerisht për mu ka njëra shumë shqetësuese, kur shet diçka kot, dhe ti e shesh shikueshmërinë, do me thonë është, adim pak absurditet. Po bre vlerë që ashtë. Është shumë, do me thonë, mendja njerëzore që ka kërkën. Adin është një farforme për studim. Qyre, tash unë për ta bëj ty një pyetje, se ti e psikologe. Që heq lej mediat, një ditë në komunikacion, 40 minuta një pjesë rrugës me kalu se ke kolon. Kërkun nuk shisha që ka ndodhë pse jemi në kolon, s'pat aksident. Kër më rina të një pjesë e rrugës, në anën tjetër të rrugës, në krahën tjetër, i shkon aksidenti. Na knej, e kemi ba kolonin prej kureshës me këshyra nej, që ka ndodhë atje. Do me thonë, tash ti si psikologe, pse me ndonë që janë miliona klikime në budallaki? Kurështar. Po. A vëde nuk mundesh me iko i shambull shumë i mirë për me ndonë gjithë, se qëta jemi, qëto kërkuj me i po. Mirë është me tentu mi dru, unë për vetë jam shumë e lumëtër që jam një pik ujtë në oqean, që po provoj me ndryshu, po mirë jam, unë bere qo të versëm. Kisha pos shumë qef që se tash ka shumë të rinj, të cilët do më thonë kërkojnë motive, ata të cilët jenë në fushën e gazetaris, edhe kisha do shumë që me ndjek modele si ti në këtë rast, në kuptimin që adin të paktën mos me shku që ky hovi i madh, po me pas edhe balancim. Tash s'mun është mja imponu kërkujt, vlerë. Unë për shembull unë kam gazetarë që punojnë të familja jonë, portale, në emisione, ftyrat që janë bon për me dojnë televizion, po është një moment i moshave, gjeneratave që pedojnë shkëlqimin, pedojnë prezencën, pedojnë famën, edhe ti s'mun është mja unalë. Unë e munona me transmitu, munona me imsu që profilizimin gazetari është qilësi kryesori suksesit, për me qujt veten që je gazetari suksesshëm. Unë në jetën tem nuk kom eksperimentu shumë me gazetarin, nuk e kom përcjell sportin, showbizin, unë kom përcjell kryesisht
kulturën, traditën edhe shëndetin, edhe komet në qatë frym. Nuk mëj me thonë, unë kam plot gazetarë që janë super të gatshëm me i dhonë shumë tregut tonë, por që po i bjen pak fama në kry, edhe tani po devijojnë duke përdor TikTokun. Nuk kam kur gjanë kundër TikTokut, edhe unë vetë postojnë TikTok, po duke përdor jashtë limiteve të veta. A dhe sikur me thonë, unë e pëha një shujt, po qatë shumë po lakmoj sa që pëha dhe një me zara, dhe tani ka me vjellë, se nuk të nëzanë më shumë. Am të në mrena kapaciteteve. Saranda, kthehem për pak, vazhdoj me një blok marketingu. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB, vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtojnë në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Saranda e përmende pjesën e famës, dhe më thonë që ka nevojën, se cili njeri në momentin që vendos një profesion të caktun, vendos me qenë pjesë e medjave, mundet me u ballafaqu, dhe më thonë me një famë që nashta për një kohë nuk e pret. Mirë po që kjo që mandej po eskalon si individ, qysh me ndonë ose qysh kishe sugjeru për një vajzë ose djalë të ri, të cilët po tentojnë me hyrë në qëtë botë, po peshojnë vetën që po luhaten. Qa duhet me bo që me maj qatë balancin e mos me eskalu? Në fillimisht, unë rekomandimin tem, mendimin tem, qëndrimin tem, e kësha nda para se me përgjigj pyetjen tone, unë mendoj që krejt këta tri, të cilët i potencove, duhet me ndjek ëndrrën e vet, pa ju imponu njerëzve me ju thonë pëlqemni, ose pa ja imponu vetës, se çka po lypi njerëz për me bë për ta. Le t'jem vetja edhe gjithmonë originaliteti është pëlqy edhe është pranu edhe është duar trokit. E para. E dyta, sa i përket kësaj se qysh me menaxhu, unë nuk kam kur gjas me ndru stilin e jetës të kërkujna, sepse se cili vendos për veten kur t'janë të rritën plus 18, po absolutisht, unë si prind, po edhe unë si unë, nuk ja kisha leju vetës që veç për një famë të përkohshme, sepse fama let fitohet, po shumë shpejt bjen, edhe kur të bjen është të rëndit se psikologët të spjegojnë këto shumë mirë, se tani vetë mohimi është shumë i keq edhe ndjenja që përjetohet e të tjera. Unë nuk kisha rekomandu që asë një herë mos me hy prej shkallës parë në dheten, se ose ki murdzu, ose ki me ra poshtë, nuk ka shansë me mriti qash letë e dheta.
nëse hyp 1, 2, 3, 4, 5, edhe te 10 nëse hyp bravo të kofë, veç hyp me qëndrim tonin, me mendim tonin, me ide tonin, me atë seriozitetin, me atë qëndrimin besnik ndaj vetës tonë që ja ke premtu për me mriqa tonë, ndërse dyshysh unë menaj që na i premtojmë vetës, unë i kom premtu vetës, po du me bo qëto, edhe ja kom qitë vetës si mision, unë menaj që edhe tjertë du të me bo. Po, ajo që ka përsha është që... Po besoj që e bojnë. Po, që ta kështë, ajo që ka përsha është që nuk ka. Nuk pi premtojnë, as nuk e ka nëndër. Unë përsha, pa dasht me ta banalizu emisionin, po unë jam jo shumë fanë se këtyne formateve reality show. Edhe ajo që ka na servohet aty, që ti mund është me thonë unë si la fmit me këqyra, unë kështu e po ti në momentin që një orë mja la në telefon, ose iPad, ose qka do, su në ikë diçka ka me po. Aty po shihet shumë që ka të ri e të reja, të cilat hala nuk e din sakt qka dojnë me bo me jetën e vetë, veç e din që po dojnë më të famshëm. Që kjo është e dhemshme, se dyshysh, unë kom lexu shumë edhe libra psikologjike dhe kështu veç, unë menaj që këtyne trive dhe treva ju ka mungu vëmendja në familje, edhe po e kërkojnë tek të tjertë. E kjo është e dhemshme. Edhe nëse ti si non, si bab, si motër, si vëlla, nuk ja ke kushtu vëmendjen e mjaftueshme që ati fëmije, vajzë dhe djali, s'ki pse lyp llogari që nesër ai ty po degeneron me qëndrimet e ti publike, sepse në fakt, ti je burimi i që ati qëndrimi. A përdin, tash unë s'pëdu me gjyku ata 3 aty, sepse ata e kanë një, s'pëdu me thonë traumë, po e kanë një arsye, pse kanë ardhur deri te ajo dëshirë e madhe, e flakt, e zjarrt, mu bot famshëm, se po ju vynë vëmendje. Qatë vëmendje po dojnë me marë edhe dhonshëm, a përdin me ta grabit për dorës, more s'pju interesana me shamja, me fymja, me bullizime, me zhveshja, me qka, po dojnë famë. Edhe ti nuk mund me i gjyku, se ata e kanë, a disi kur je esht për ujë, edhe një pik ujë, edhe e nëzit me konë ta hek esht, nëse lema e ftat, edhe ata janë të bëjt që mas me marrë qatë famë. Po s'është për me gjyku ata, e le tjetë kjo si një mesazh edhe për prindë se jep javni vëmendjen e mjaftueshme fëmijëve që ata le ta ndinë të rëndësishme prezencën kudo që janë pa e kërku e pa e imponu të tjertë me e shiku edhe me duar të rëkit. Unë shpesh thamë edhe fëmijëve ju thamë, mjafton ti vetës me i besu edhe me duar të rëkit vetën. Tani tjertë janë loks, nëse janë mirë, nëse s'janë, ishtë okej, abdes ki nevoj me pas pritshmëri. Munona me punu me fëmijë në këtë aspekt, kur nuk tham kur, se Zoti mundet me na përballë me gjithë shka, edhe nesër mas nesër edhe unë, edhe fëmija, edhe familjarët e me, muna me pas një qëndrim tjetër me këto që abe thamon, po me këtë vedije që i kam, me këto men që i kam, vazhdoj me menu që fëmijët të rritë të reja që kërkojnë famë, të pa arsyeshme që e thete, ose të pa konsultune me një profesion të caktun, se kanë kërkon binar, janë thjesht fëmijë që janë rritë pa vëmendje. Më pëlqej shumë përshkrimi, Saranda, se realisht, na dim me gjyku, po me ditë arsyen pse dikush i bën disa veprime të caktune në publik. Më thonë është shumë e mirë se jemi mësu që zakonisht me gjyku... Fjallën e fundit paren, me thonë. E që realisht, nuk janë shembulli më i mirë. Absolutisht që jo, po... Për prapë se prapë ata e kanë një arsye që të paktën gjenerata tutje të tentoj me i sjell të tilla që mos me kërku vëmendje në qatë formë. Po, na njerëz jemi vlera, krejt gabojmë, edhe unë kom ba gabime, si nona, ashta me fëmijë, me naj fakt, me naj mënyrë të rritjes, me naj sen, po edhe si shoqen, ashta dhe si bas shorte, na krejt jemi njerët. Po, është mirë prej gabimeve me nxirr ma të mirën edhe në një mësmi përsërit edhe në ndë me ditë pse erdhëm dite që e gabim. Se unë për veti personalisht, tash 39 vjeti kam, unë s'maj men që dikujt i kom thonë ftyrës, ti s'meriton me të folje, ti kështu e kështu. A di pse, se unë kom menu që njerës kur ta bojnë një sjellje, ti duhesh pak më nale dhe me analizu prit breviq pak se nashta e ka na arsye. A vëdin, tash ti kur s'mundesh me ditë arsyeja është bërimi kryesor ti, ose unë më mi thonë kamermani tënë vlera ma herët të më tha që të hecë po punojshë në orar të regullt, në nashta hecë ma ke thonë, edhe ajë ty ta thot një fjallë tronë me fjallë temë, po
ti kur s'dush me gjyku pse ta thaj një fjallë tronë, se aje ka një bërim që ta ka thonë qatë fjallë. Nashta ma mirë është me hullumtu pse ta tha, para se me gjyku mi thonë, ato shka e ke menu e akumulu, po se edhe ti kështu e kështu, unë e urej me akumulu mendime edhe me i thonë në pasit, pa i tundë mirë njëherë, se ti kur se din kur ka me të këthy që ajo fjallë. Adin po, kjo është vishë edukat cilën në kam prej prindërve të me, unë nuk i kam prindë me as profesora, as ministra, as politikan, ata mi kam prindë shumë modest, të cilët me mund e me ndjerës, na kanë rritë, na kanë shkollu, me kushtet jo ma të mirat mund shumë, po na kanë ofru lumturi, na kanë bo një familje shumë kompakt me njëri tjetër, na jemi 2 vllazë, 2 motra që adin ashta me thonë bukfalisht që thojmë edhe jashtë kamerave e japim shpirtin për njëri tjetrin, dhe me thonë nuk ka asnjë arsye tjetër që e tund këtë lidhje tonë, e këto na kanë dhënë prind. Po tani që kjo edukat është nashta dikush të gabim, është old school, është demodej, kanë ndrru gjenerata, janë rregull është. Vesh puna marrë koftë, që kjo është verzioni jam, unë po du me najtë qëto. Po, shumë e vërtet. Saronda, kisha dosht pak te pjesa mu kthy e fillim e pëmënoj emisionit tëndë, ku vite shumë ma heret, tash e folëm që për klikime po degradohen gjonat, temat, edhe njerëz të besa shumë shpesh, me dije ose pa dije, po çka po ndodh sot është që mbulesa diskutohet shumë shpesh si temë. Po pa desht me i gjyku njerëz, po unë konsideroj që shumë shpesh diskutohet si temë, jo pse dikujt është i interesu, po pse që ajo po sjell shikueshmëri dhe po bëhet temë, po bën diçka, po bën bum me çato. Ndërsa në kohën kur ti ftoje, që isha dhënë ndërto, të mbuluara në emision, mbulesa alo ishte tabu dhe ishte shumë e gjykune dhe nuk shihej si diçka, dhe më thonë si sot, me arrit me ftu një të mbulun është sukses nëse mëj me thonë. Për shkak se po bën, po të razon diçka. Ndërsa atëherë ishte komplet e kundërta. Çka të ka bu me qëndrun që ato dhe me thonë, okej, s'ka problem, tjerët le ta gjykojnë, unë e pethiri për një profesion të caktuar. Për mu vlerë qëndrimet fetare, partijake, politike, sociale janë qëndrime personale, njajtë që janë shumë qëndrime tjera që ti kinë raport me familjen tënde. Profesioni për mu është diversiteti që mu më ka vy me shfaqt e njerët. Nëse ti je një psikologe e mbulune, unë asë një herë nuk e kum pa në asë një diplom ku shkruan vlera është psikologe e mbulune. Unë e kum pa që vlera është psikologe. Unë e kum pa si sfungjer që marrë informacion edhe e për cilë të tjertë prej asoj që ti ke studiu, që ti ke mësu, që ti ki qëndrim profesional. Për mu, ti si psikologe ke vlejt. Në atë ko, është e vërtet që asë kemi vujt për klikime, asë kemi pas, bile. Se s'di edhe në YouTube nëse s'gaboj, nuk është që kemi pas shumë rrjetet sociale. Po, është e vërtet që në atë ko jemi gjyku, se ka qenë tabu, janë përjashtu vajzat prej shkollave, janë përjashtu prej punave, nuk jem pranu besa në puna heq, e të tjera, po unë, personalisht, për mu, kur njëtë nuk ka pas rëndësi qëndrimi fetar, ose politik, ose qfar do lloj tjetër, krahas profesionit. Unë e kom vlerësu profesionit, ti ke kontribu vlera, ti ke mësu, ke studiu, ke shkri kohën edhe vitet tua për me qeni psikologe. Pse do na unë me në vlerësu profesionin tënë të psikologës për mbulesë, kjo është qëndrimi personal. Unë kom pas të gjitha llojeve të fetare, besime, politike, të ndryshme, po unë nuk të kom thirë ty vlerë me thonë, vlerë të regam, a duhet unë me unë mbulu, a vdene unë s'kom ba imponim të këtë tjerë, se ta shpëquhet imponim. Se unë menoj që asë kjo nuk është imponim, se qëndrimet fetare i mësojmë në shpe, unë e vogël e kom mësu që unë i përkas fejs islame, unë e vogël e kom mësu që se si duhet, qa duhet me thonë kur bi me flajt, po për mu nuk është kjo, ja u kom mësu edhe fëmive të me, kur flajnë, kur hanë bok, kur hymë makin, e di se është qëndrimi jami, unë nuk po ta imponojti, unë nuk po dalë me thonë emision, qërëse fëmija me, thonë bismillah, kur flajnë edhe të dohet me thonë. Jo, unë nuk jam të ta imponu, unë thjesht jam të të kallëzu që kjo është verzioni i të bërit prendi jami, të nëse të pëlqen dhe të përshtatet, mund me adaptu. Nëse jo, thjesht mund një like me lonç aty se me thonë, okej, po punon në punën e vetë. S'kam nevoj me të pengu në ty, as ti mu s'ki nevoj me më pengu që ki mbules. Mu më ke kry punë në përgjigjet që mi ke japë për audiencën që i kanë kërku. Po, prap, pavarësisht që koha po kalon Saronda,
edhe mbulesa po tenton me u bë temë për x arsye, jo për me promovu mbulesën, absolutisht, po për arsye se cili të vetat, çka po të bën munal që mos me tentu tash me e kthy kohën me thonë okay, pe thirrni një të mbulune me bot temë, me bot skandal. Me bot skandal. Unë në tire atet po. Jo, ekipi çtash e ki rasti, domethënë se ti të fakti i ke thirr fillimin dhe vazhdoj me i thirr, unë bile e kam një fokus të veçantë në gjatë gjithë vitit kur janë detet e rëndësishme të fejs islame, ditë rëndësishme të fejs katolike, të besimit, kur ka, unë ftoj edhe i trajtoj edhe si tema fetare, sepse kam audiencë të gjitha llojeve të besimeve të ndryshme. Edhe ftoj edhe me mbulesë, por kur inshallah nuk ndryshoj, nuk hupin met, po kur me menen teme, nuk kam e thirr dikan për më shfrytzu për klikime. Asnjëherë, çto po ta tham ty, edhe kamermanat edhe kush dhe që jo dëshmitoj. Për ndryshe rastin e ke pas. E kom pas edhe qëto me marrë, dhe në apet të thamë, bajde po flasim për diçka që i ta kanë shoqënisë. Kur nuk e bëj një skandal për mes emisionit tem. Asnjëherë, edhe ata që po na ndjekin, edhe ata që po m'njohin për herë të parë, se nuk do me thonë që tash e din kush është Saranda krejt, edhe ata që për herë të parë shohin familja jonë. Nuk kam një titull i cili të lë për të dëshiruar për klikim. Kam titull shumë sinqert, kam titull shumë me bromrana, asnjëherë nuk e kom shfrytzu, edhe as kur s'kom e shfrytzu, as vlerën, as shamin, as profesionin. Kur, heq. A din që unë edhe intervistat e ndjera, të ndjeshme, me falë, që i kom boher pasere në teren, që u kon emocion, kom qajt, gjatë gjirimit, kreti kom prejnë montaj. Pse nuk kom dashtën me vëmendjen me marë para personazhit tem. Nuk është loti jem ma i rëndësishëm se fjala e personazhit tënd. Më din, është këtë në rregull që ti qanë, se ti e njeri, është e ndjeshme, ti pe përjeton, pe bashkëndjen, ka mundësi të kujton ai sen, që ai rrëfem, gjithçka. Po jo me lanën e 30 sekunda, 60 sekunda, një lot temin, të rrjedh nga dal, e aj të folë, a veten, ku ke qëllimi, ku... Unë nuk e kum bo kur, edhe gjykona shpesh prej montazherit, pse, që sa mirë, nuk po du, nuk për ndjejt nevojshme, a veten. Për shembull, o zot, unë një ndër intervistat ma ka shumë, po që e kisha veçu edhe që e kisha përshëndet nëse rasisht në she, edhe që ndina e privilegjune, rënqithem sa herë menoj atë intervist, është nana Ferdonie, kur e kom intervistu. Për mu u konë intervista ma e vështirë me gjiru, për mu u konë intervista ma e ndjeshme, për mu u konë intervista që më ka bo krenare që jam gazetare, do me thonë kitë emocionet e mundshme brenda një interviste. Nëse një interviste të tile kom gjiru për një orë, nanën Ferdoni nashta 3-4 orë kom bo. Sa nisha i nale, nuk mojsha, u konë e dhimbshme, edhe nuk mojsha me unal prej faktit që sa e forta ajo, e sa e doptë nisha onë karshi saj. Me po intervistën transmitim, asë një moment nuk është ku jam unë të qajtë, është ketë nana e Ferdoni të folë. Edhe gjithë e kom thonë, rëfimi nanës Ferdoni është ajvë rëfimi që ti dosh me ngu, sa herë të qohë shpesh e thu, s'po më shkojnë senet mirë, jo bre ka dalë, se mirë janë të shku, se gjithdo herë ka sfida, po ngoje rëfimin e saj, edhe mere për batë shka dhe me tha me ka një njeri, që besan Zotit, që ka forcë me jetu jetën që Zotja ka falë. Se s'mun është ti me marrë vetit jetën, veç pëse të ka shku jeta që ashtë që ka shku. Nuk i shfrytëzoj për klikime e vlerë, as këto, as kërkan heq. Shumë mirë, Saranda, që e përmende nanën Ferdonie, sepse, më thonë, ajo është imazhi i jonë, në kuptimin e një nane, do më thonë të qëndrushme, që mire tha ti, nuk mund është mja marrë vetës jetën, pse do më thonë, je sfidu në një formë të caktune, edhe me të vërtet është për mu përgëzu kjo pjesë, tu e di që për një ma njerë sot, kur thash ma herët, shfrytëzohen, degradohen. E vërtet është, edhe është e dhemshme. është shumë e dhemshme. Mu vjen gjëna prej këtyne kolegëve, nëse mund të thamë se dikur kur të rriten, kanë me po që i kanë dëmtu njerës. Ta vden për shembull videot bullizuse që i ndajnë, gabimet e këto që nashta ja shkatrojnë dikujt për një me vetë besimin, dikur kanë me kuptu që ose unë besoj edhe në karma shumë, nëse ti sot e ke lëndu dikan, dhe nesër mundet me ndodhë ty, mos të gute me shumë në vendime. Sidomos se kur është puna të këto
punë publike, do Po çato. Se nën për ditëshmëri ti ballafaqohesh. Okej, është tani ajo është private jotja, na mos japim shembull publik me çato. Çaj është esenca. Ta përdori median për me transmetu diçka cilësore, për me ndru pak në shoqëni, jo vesh me najtu anku, jena prish të shoqëni, çka po bën ti për me ndrejt shoqëninë? Mëden, çto e kemi mi hudh fajin gjithmonë. Gjithmonë, faji është jetem vlerë. Jetem, por realisht na e kemi komplet, domethënë ja nisim e shohim shtetin, domethënë tu fillu prej shtetit. Zinxhir është ai. Zinxhir, e shohim këtë tjetrin, tjetrin kërkush nuk thotë ç'a bona unë. Unë konkretisht. Po. Pa Jo more çdo i dyti gjun prej dritares makinës, cigare, shishe, tast kafes, edhe çdo i dyti në status Facebook thon komunas me pastron qytetin, qysh me pastru qytetin, pastroje ti nerë, mos e gjuj. Abden, na nuk është jeta gjithë mja gjithë fajin. Është me punu edhe me eliminu fajin. Po na pak punojmë na drejtim. Saronda, çka sheh ndryshe, do më thonë edhe qoftë prej temave që ti ke trajtu krejt këto vite, do më thonë temave sociale, familjare, të shëndetit në përgjithësi, çka sheh ndryshe, qoftë prej qasjes profesionistëve, qoftë prej kërkesave të audiencës, çka ka dallim prej 10-15 viteve të mëhershme me sot? Shumë çka. Që po shkojmë te më e vogla, ka ra Covidi, shumë njerëz e kanë kuptuar rëndësinë e vitaminës D. Abden kjo është ndryshe. Nëse dikur se ke ditë rëndësinë vitaminave, sot ja u den. Nëse dikur se ke ditë që planifikimi familjar është tepër i rëndësishëm, sot e din. Nëse dikur se ke ditë që vetë diagnostikimi i gjinjeve për kancer të gjinit është jetek, sot e din. Nëse dikur nuk e kanë ditë që ndryshimet e shpejta në organizëm, në stil tjetës, janë shenjë e një smundje të rrezikshme në trupin tonë, sot e din. Kur po tham sot e din, nuk po tham 100%, por kemi përqindje të lartë të vetëdijsimet, e këto e kanë bërë mediat, nuk ban mja hup mundin mediave as vetes, as ty, as këtë kolegëve që kanë punuar këtë drejtim. Sot e dim, kur dalim me votu, që vota jam është e drejta jam, unë e di në kohën kur na ka më të vogël, ka vendos gjyshi e baba për votën tonë. Na kena me votu shita dhe na familjarisht jena hyp me një makina 2, jena shku edhe këtë një vote kena qitë. Ata çdo natë. Sot pomër baba voton tjetër kanë, nona tjetër kanë, unë tjetër kanë. Nuk puna veç me shku dete vota, që shkon e voton, po çdo natë me debate krejt debatojnë. Ose kjo, abden media e ka bërë këtë ndryshim. Media e njerëzte, edhe ato efektet negative që i përmenëm në të detash, edhe ato na kanë bërë me menu. Ata njerëz që kanë logjik të shnosh. Na kanë bërë me menu, se shpesh unë e tham, një njeri të keq që e kemi përballë, kur s'ban me nënvlerësu, sepse ai është shembull ideal se si s'duhet të bëhemi kurr. Dhe do të më mbajt. Domethënë unë çështo funksionoj edhe njerëz të këqij më rrethit, edhe sa herë të shoh okej, ç'është s'ban saron më po. Shumë atë mendësi e mirë për me funksionu. Ndryshe si Adel vlerë në dinamizmin që po jetojnë në luftën e egër, e të bresht, e të pamshirë që po ndodh për me mbjetes, sidomos për mbjetes mediale, ti dosh me funksionu. Nëse unë s'kom dash me bo skandale edhe viralitet, hajtë kom thonë po funksionoj shnetshëm, po rriq shto në edukim, diqysh 5 veta, 10, hajtë dejmë 15, mujnë më këshyrë, po jo, mirë po këshyret. Perfekt, që mirë. Saronda, unë e sarë që edhe kur, do me thonë, edhe në kur që në kështot në televizion, po edhe në live, gjithmonë e ki qëtë energjinë e mirë. A është zërë mi majtë? Faleminderit. Se dia është zërë se unë që shtu jam, nuk është diçka që e imponoj. A ka momente për shambull kur ndihesh e lodhë, me thonë, a diçka? Po, ka shumë. Normalisht një non, unë që po du me bashkëndje kretë gratë që tash, më falë një baba, po du me bashkëndje kretë gratë që tash momentalisht, që unë anë 7 mëngjes, bona gati për veti, bëj gati fëmit, nëse kemi kohë e pi me bashkërtin i kafe, nëse s'kemi kohë nisemi, i qoj fëmit shkollë, i kry punë të mija. Prioritetin, prej diles, dhe dilen e di sakt, kur kam i quem i marë fëmit në futbol, në shkollë, në kurse, të tjera. Kretë punë të mija i aranjën në hapsirat kohore kur si kam fëmit. Edhe kretë që kjo është akumulim emocional, psikologjik, se kthejesh në 4, në 5, ti nuk je kthy edhe me vesh pijamet edhe me mushtri, me këshur televizor, po ki me bë bukën, ki me fshi, fatmirësisht djemë të 2 të unimojnë shumë. Kretë që kjo në mramje, bandje çdo mramje mund me ndodhë,
kur thua zot bre, po du ja me lanë punën, ja po a ditë vjenit si momenti kur je lodh, kur të bjen mend që s'ke hangër bukë sot heq, për shembull, ka raste që jam kuzhinë të e bë drekën fëmijëve tham o zot sot s'pas na hangër bukë. Domethënë harroj që s'kam hangër bukë. E që kjo nuk është që s'është lodhje. Po unë që funksionoj, është mekanizëm mbrojtësi jemi, se unë i kam përgjithësi edhe prind, se i kam vllaznit edhe motrën jashtë, i kam her pasire edhe prindë e burrit, edhe këtë çto janë lodhje për mu. Po kur njëtë se quj lodhje, veç nalë tham, fëmijët i pasna mirë, prind mirë, puna po ecë mirë, mashallah, hajtë, mërë se si jom lodhë, edhe qona këfilna, veç ja gjoj vetës qëta, se po më, qash ka njëherë qona për gjumit ma lëtë se kur jom rrasë, dhe më së më ka dalë orë të gjumit, po kur si ashti vetës në kry, bile shpesh kur se na e kem zanat që shja e lodhë, pyetjen e parë, edhe shpesh ja bëj më sum vetë, më shtime menu, se garant po, a mos po du me menu, kështu s'po kallëzoj heq, po jo, kjo buzëqeshja, kjo energjia më vjen natyrshëm, të shtëpia më thojnë hareja e shtëpisë. Mo jo, shumë shpesh kam atë pjesën kur nuk du mi mërzit tjertë, e kam këto me xhelozi e ruj këto, edhe nëse kam edhe në sfidat shëndetësore që i kom pas, edhe probleme tjera që i kom kalu, asnjëherë s'm ka pas, familja s'është një t'ju qaj, t'ju viktimizu, nuk e kom pas, nëse kom pas nevoj, kom shku te psikologu, e unë që e vlerësoj rolin e psikologut për mu shëndeti mendor, shëndeti general, se nëse kemi shëndet mendor të qëndrushum edhe mirë ndihemi, unë kom shku te psikologu, kom bisedu, e kom trajtu qatë ndjesin që e kom pas për lodhjen që po e quajmë, po asnjëherë s'kom tentu me lujt viktime në shtëpis, edhe me eliminu rolet mia të ditës që i përmena disa, se s'ken krejt, halon ka. Edhe nuk e kom përdor që ata më viktimizu, e kjo më vjen natyrshëm, çështo që unë në mëngjes. Shumë mirë, për ndryshe, përmende psikologun, edhe po du me thonë që jo veç ti për veti, po besoj shumë që sot shumë njerëz gëzojnë shëndet mendor të mirë, fal kontributit që ti e ke bën në media për me ngrit vetdijen sa i përket shëndetit shëndetësor. Shumë faleminderit. Kjo është ajo që du me ni, edhe emocionona se në telefon e kam për talin qel, edhe 24 orë na shkruajnë njerëz, edhe na vesin për mjek, për mas shumë të emocionona kur kam që se komente, kur thonë ke ra ti, ose ka ra emisionet, që unë e kom vërtetu që e kam qëta. Është e vërtet që kur kom nisën me ftu psikolog në emision, ty Vler, Visar Sadikun, Belinden, Zamira Hysenin, nuk pikujtoj sakt në atë kohë, po nuk është, mos pari u kanë tabu. Edhe në familjen tonë më u kanë tabu, edhe në familjen tonë u kanë tabu. Unë për shembull kur më ka shtatzan me djalin e dytë, kam çu djalin e madh te psikologu, gjatë shtatzanis me marr seanca me përgatit për lindjen e vllaut. Ndërsa s'kom dash me ndodh magjia, më tha hajde se e dan. Jo be ka dal se ti ja nxon territorin që ai për 5 vjet e ka pas vetën, a mendin, nuk mundesh ti dhon shumë më mësu që një njeri pi vjen pi hen, edhe e kam mësu natyrshëm përmes psikologut. Unë jam tepër e lumtur edhe ndina shumë krenare me këta që ma the, edhe inshallah kam e vazhdu me kontribua dhe ala më shumë se jam e lumtur që njerëzat shkojnë te psikologu edhe pa pas probleme serioze, por edhe sidomos kur kanë probleme serioze, sepse e kanë kuptuar që shëndeti mendor është prioritet, edhe për me funksionu mirë në punën shpe, ti dush me pas një stabilitet mendor, një qetësi, edhe nuk do me thonë që ki problem të shëndetit mendor, veç pse po ndjehesh e lodhme ose e emocionale. Unë për shembull prej kur e kom operu tiroidin, me rast e kam lëvizje hormonale dhe kanjëherë më vjen me çajt pa e ditë arsyen. Kur njëtë se kom marrë që kam një problem shëndetësor mendor, ama gjithë e kom konsultu psikologun. Se ti mëson edhe do mekanizma, një kohë, 2, 3, 4, 5 seanca, dikur janë isë edhe vetën me menagju ma letë. Po tani është qëtësia, që të mbizotron, që kjo harmonia, që kjo buzëqeshja që ti e shoshnon, sepse e kini mekanizm për me kalu. Saranda, unë u knoqa shumë. Faleminderit edhe unë shumë. Edhe nuk e di që shka flutur koha, veç ka që më kanë thonë që nga ka përfundu, po shpresoj që kemi mu taku prap, po. Edhe e di që kemi edhe shumë shka tjetër me diskutu, shumë faleminderit për prezencën. Shumë kënaqësi, edhe me shumë kënaqësi e pranova ftesën, ashtu që she kem në vlerë, që ashtu të vlerësoj maksimalisht për këtë kontributin që bën shoqni, sepse ke punu me viten këtë drejtim, edhe me podcastin që po bën, kështu që të inkurajoj me vazhdu, sepse pavarësisht që s'kemi miliona klikime, na bëjmë në veni vullë lojmë dikon, kështu që vazhdo. Shumë faleminderit. Faleminderit ty Vlera, kënaqësi. Mirupafshim në episodin e radhës.